Top Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer këtu në She's on Air dhe ky është një ndër momentet e mia të preferuara sepse kemi një të ftuar special që gjithmonë na jep ca info, ca gjëra që nuk kemi se si mi ditë për ndryshe. Ne kemi këtu Gjani Demika. Unë i shkreti prap. Po ti na jep, ti na ushen? Amo Gjani. Do i lek të na jepni apo? Kera dytë çka kënaqësi është ta kemi Xhanin për herë të dytë. E ti me Shkojnë e parë isha në mes. Isha në mes. Dhe ju sa po kishte filluar, ishin filluar edhe para. Tani do të kesh më kujdes unë se tani jeni më shumë profesioniste dhe kështu. Po ti Xhani e bërë si i shtëpisë këtu. Kam kontratën. E ke? Se visha e ke. Shiko, herën e fundit që unë e pash Xhanin ishte tek e diell në trotuar. Ishim bashkë domethënë. Ishim bashkë. Ku mes shumë deklaratave një ndër ato që bëri goxha zhurmë ishte deklarata për zënkën me Mateon në Ibiza. Si ka reaguar gjë Mateo për shembull? Të ka shkruar. Jo, s'ka asnjë reagim, domethënë dhe unë atë që e thash shumë transparente dhe thash shumë të vërtetë siç është. Nuk ka pse të ketë domethënë reagime, se fund është një vërtet që ai e di shumë mirë, por që mua çudia më vjen më shumë me fansa dhe me ata ndjeksa që e ndjekin, që më kanë lodh kokën me ca komente pa lidhje, që nuk e di domethënë që më fal një sekond, ajo është diçka midis meje dhe personit dhe nuk ka të bëj se unë po kërkoj famë as nga Mateo, edhe Mateo e di shumë që unë nuk kam nevojë për famën as nga Mateo as në njeriu, se në fundit ato gjë që kam arritur vetëm forcat e mia, edhe nuk kam arritur as nga televizioni as nga programi. Po ti nuk fole keq për Mateo në asnjë moment, kështu që edhe ideja që e keq interpretojnë, edhe ideja është që më nuk më pëlqen të keq interpretohet. Edhe nuk e di pse bën kaq shumë gogole, kupton? Se fundit jeni fansa të një personazhi që ka qenë në reality show, mbaroi reality show tani, në fundit kjo është gjë jonë personale, do të thonë se çka kam. Unë kam hangër bukë me te, unë jam e di unë si janë punët. Po tash janë ca gjë që edhe, okay, do thonë pse i thonin televizor ose pse e thonë televizor. Po okay, aty më pyetën, aty e thash. Tani në televizor djali u lidh, u martu, i bani gjitha, kështu që në televizor do i themi. Ideja është që dha ai në televizor për çfarë është futur. Pikërisht, jo. Atëherë edhe këto gjëra. Doja të ndalesha pak te kjo pjesa, sepse unë mendoj që nëse një shoqja ime do bënte një deklaratë për mua dhe për një zënk që ne mund të kemi pasur, unë do doja vërtet të kisha një lloj ballafaqimi, se shiko, e di s'është problem. Po, jo nga ana jote, nga ana tjetër që nuk po vjen mua kjo kërkesa. Mua varje po. Mateo. Shiko, unë duhet të keni parasysh pak se kur një person del nga një reality show, se unë njoh shumë figura që dalin nga reality show, kanë një ngarkesë emocionale shumë të madhe dhe ju duhet një kohë e gjatë që të rikuperojnë veten, lidhja e di. Ju duhet kohë që Lidhja kokane shkreta. Jo, dakord, po kanë një ngarkesë shumë të madhe që varet se si e përjetojnë dhe ju duhet ajo kohë e vet sa të rimarrin veten dhe pastaj sidomos ato që kanë qëndruar 120 ditë, kështu. Se për momentin është edhe kjo pjesa që ju pëlqen pak vetja, ju pëlqen pak komentet, zhurma, thashë themet, flasim për ta. Tani edhe këtë që po flasim ne që po përmenden me veten e tyre thonë, shiko këta po flasin për mua. Shiko unë bëj emision. Jo, s'është fare. Pra, si e njeh Mateon, ti do kishe prit, po mos ishte gjithë kjo famë, do kishe prit një kërkim sqarimi ose ti mendon që ka ndiku pak kjo pjesa e famës së Big Brotherit për mos të... unë si para si pas nuk është e pres në një gjë, kupton se në fundit unë them atë që mendoj, edhe i dal balla sa që mendoj unë dhe është realiteti është ashtu. Pastaj nëse ai kërkon ndonjë ballafaqim me mua, unë jam i hapur kur të doj, vite në program. Pikërisht këtu doja të dilja, nëse do ta kishe përballë Mateon, çfarë do t'i thoje? Ti je gjë siç i kam thënë. Edhe vjen se thoja tamam siç është realiteti, ai di Gjani ka fol shumë mirë. Që jam pa doreza dhe nuk kam ndonjë kështu, nuk kam filtra që për këtë gjë. Kjo madje edhe e kam mbështetur. E kam mbështetur. Jo, kam mbështetur. E kam mbështetur dhe thash dhe në ditë që unë e kam mbështetur për shkak të hirit të respektit që kemi pas me njëri tjetrin dhe që kemi ndër pra shiko. Mua më ka ngel qefi për disa gjëra, por në fund do të thonë ai ka zgjedhur të bëjnë një gjë. Shiko, janë shumë të komplikuara këto situatat e shoqërore se ne pas se janë kaq të komplikuara ndonjëherë situatat, sepse nëse ti e ke pavarësisht çfarë juve debatesh mund të keni pasur me njëri tjetrin, ti e ke suportuar të gjitha, ndoshta një faleminderit. E kam suportuar edhe para Big Brotherit. Edhe për gjëra, domthonjë që un jam natyra njeriu që çka kam mundësi i ndaj me të tjerë, sidomos me rreth shoqëri. Kështu që e kam suportuar dhe jam munduar ta suportoj jo vetëm atë, por edhe shumë njerëz të tjerë. Kështu që kur futen reality show, pastaj po ju pëlqeu vetja është gabimi i tyre. Po si pëlqeu vetja edhe në tok, po të vinë të bien telefoni, të takojmë, pim kafe, sqarojmë, edhe sqarojmë edhe publikisht për njerëzit. Sa kur ti biri pa kjo fama, ky viraliteti do të lutet për një
për një takim. Me të lutur nuk bëj se sa atëherë se pranoj. Mirë, të lutur, do thonë ja flas mamanëre se do na shajmë prapë. Shiko, këtë javë goca jemi shar goxha. Faleminderit. Shiko, njerëzit duhet të kuptojnë një gjë që reality show. Ja kemi arrit qëllimin që se jemi shar motor. Shiko, reality show është diçka që ngjelet atje. Dhe kështu që njerëzit duhet të kuptojnë që mbaroi reality show ka mbaruar, nuk ka reality show jashtë. Po gjatë qëndrimit, duke parë se ti e njeh personalisht Mateon, a ka qenë 100% i sinqert në gjithë qëndrimin e tij? Po, është për atë që ka pasur është e kam thënë tjetër që është i sinqert, ka qenë i drejtë sepse ashtu dhe jenë në rrjetin reale. Përfshihet dhe është emocionalisht shumë i përfshirë në si në lojë, si në debat dhe un kam menduar që në fillim që Mateo nuk ta ke pas kaq shumë të gjatë për shkuar deri në finale, por që ja arriti finales dhe besoj se kjo është një fitim i vet. Po në marrëdhënien me Brikenën, sa i përfshirë duket, sa real të duket. Unë kam thënë që Mateo është i përfshirë dhe Mateo jepet në marrëdhënie. Edhe në marrëdhëniet e tjera që ka pasur është pothuajse i njëjti person. Por që ishte bërë dhe një deklaratë për ish të dashurën e Mateos, ke marrë. Kështu ka qenë. Jo, fare zero. Nga asnjë. Nuk e di, po nuk mbase s'kan guxim të më shkruajnë ose të më thonë. Përballen me atë. Të ruajnë shumë mirë o Xhani se erdhi vera. O Xhani. Ne kemi biza. Unë do iki ambasaditësh, e kupton, po ideja është që Pa Mateon këtë vit. Ja, me familje, shko, ne kemi kur vjet, kemi kur shoqëri, edhe një ndër shokët miqt ka qenë Mateo. Pastaj se si shkoi situata atje, janë këto problemet shoqërore që ndodhin, kryhet atë mbetja, pastaj futu Big Brother. O Xhani, tani të mbetëm pak prapë te Mateo dhe te ta fansat realiteti. Mendon dhe ti. Ti dhe shash e prapë vazhdon. Po prapë do vazhdoj. Më fort. Tani mendon se edhe ti si unë dhe shumë të tjerë që shumica janë të blerë, janë fake. Cilat klikimet? Shiko, me thënë të drejtën i kam parë shumë që janë krijuar, ndonjëherë më duken të vërteta, ndonjëherë më duken jo të vërteta. Unë kam përshtypje që mund të ketë unë nuk e besoj që ka kaq shumë njerëz pa punë që të rinë të merren dhe të fiksohen me rrjetet sociale. Por mendoj që edhe mund të ketë njerëz kaq të papunë që domethënë që merren me klikime, po këta njerëz kaq shumë terezi kanë sa të ruajnë çdo profil ku del Mateo, Brikena, Selin, Miri, më the thash, kaq të i bie që ka një algoritëm këtu, ka një gjë, ka një fansa sa ka nuk e di fare se si funksionojnë këto. Si bie që kur del ky emri janë disa janë këto, shko. Nëse do ftoni një person që është nga pjesa e rrjeteve sociale apo nga algoritmi, me informacion që kam di që figurojnë programime që në moment që përmendet emri i filan personi, fillojnë për shembull disa mesazhe që ti ja le gati, i bën për shembull një 10-15 mesazhe gati, që sot është dhe ChatGPT-ja që ti bën gati, s'është nevoja. I thua emrin Xhani dhe Mika, më bëj 15 mesazhe të ndryshme për këtë person, edhe urime, komente dhe ky ti bën ty gati, dhe ti këto i paraqet në algoritëm dhe ky algoritëm pastaj bën automatike i gjen vetë random emrat ashtu. Imagjino që ka njerëz me probleme mendore. Janë njerëz që paguajnë thjesht. Kjo figuron edhe në përbotë, jo vetëm këtu në ne. Kemi pas personazhe të tjera në kohë të kalume që kanë përdorur këtë lloj që janë vërtetuar apo flas. Po shiko, këto jo vetëm në Big Brother, po un kam përshtypje që edhe në jetën edhe në figura të tjera, edhe në modele apo në mise apo në sepse po të futesh të shikosh, janë profile e ndjek një person, ndjek 300 veta dhe një koment shumë të bukur, jeme Mira, Kinge, Zemra, Kurora. Okej. Po fikse. Ty të del një zi me Kurora, ty të bën një koment të bukur. Ose kur ka për shembull 1000 like dhe ka 10 kësh për ndarje. Ato sa më ishin memet. Shiko, okay, këtë fenomenin e kemi parë, po sa i gjatë është kjo. Është shumë real që të bësh viral. Domethënë, sidomos kohët e fundit TikTok o Instagram janë gjeneruar në një format ndryshe që ti je shumë e vështirë që të bësh viral. Sa i gjatë është kjo, Xhani? Domethënë, fama e kujdo nga një reality show? Në rrjetet sociale. Në rrjetet sociale sidomos. Shiko, fama mund të ngel, mund të zgjas për një kohë, sepse ti varet si e menaxhon veten dhe varet. Jo, varet si e menaxhon veten, varet çfarë shet, varet si e prezanton, varet çfarë mban në treg, varet, domethënë e ke ti në dorë çdo gjë se. Edhe un për shembull nga hiçi nëpërmjet rrjeteve sociale kam krijuar shumë zhurma të ndryshme, po i kam krijuar vetë me dëshirën time duke pasur si Vaska, personazhi që bëj unë që klikohet, është ai plaku, kupton, po ai plaku nuk është se unë e kam shpifur kot. Kur doli një
një kështu një challenge që doli një para ca kohësh me plak, kur e bëram këtë më thanë gjans shumë me Vaskëcurin. Unë e përshëndes Vaskëcurin, është këngëtar shumë i mirë, familja ime e dëgjon dhe meqense ngjaj me këtë hajta se përdor si personazh këtë don këtë. Ai e di shumë mirë dhe ka qesh kur e ka parë. Por që një varësi e shesim televizioni ty të ofron mundësi. Po varet sa si ti ta mbash. Dhe unë kam përshtypjen që gjithë ta që dalin nga reality show dhe fillojnë të pëlqejnë vetja, nuk e kanë shumë të gjatë dhe vera është përpara. Atë keqen. Doja të kaloja në një çift tjetër që ka bërë shumë bujë dhe le të themi e kalon pak edhe në hije tani për Kenin dhe Mateon, që është Endi me Krenarin. Patëm këtë gender reveal-in tani së fundmi, do bëjmë prindër. Tash ishim i bravo dhe këta. Jo. Endi dhe Nere. Do bëhen prindër të një djale. Ti ishe i ftuar aty apo? Jo, i ftuar jo, i njoh si personazhe, me Krenarin para shumë vitesh kam rastisur, nuk kam qenë prezent atje, po kam qenë prezent në Ksamil, sepse un punoj në jug, jam biznese që janë në Saran në Ksamil. Dhe pash diçka domethënë që makina, aktivitet, pra ti ishe në vizje aty. Isha në jug, jo prezent, po isha në distancë dhe pash diçka në distancë dhe pash diçka shumë e bukur. Më vonë pasaj zbulova nga media që ishte festa e Ishte diçka më intime apo kishte shumë njerëz të ftuar? Kishte njerëz, po kam përshtypjen që ishte njerëz rreth i tyre i afërt si nga Endi dhe nga Endi ka. Dhe nga Krenari, kështu që ishte diçka shumë e bukur, më bëhet qefi, uroj të kenë një jetë bukur. Po si e pritet lajmin? Në fakt kishte kohë që përflitshte si lajm, po e shifja nëpër media, por më dukshte si diçka siç bëjnë gjithmonë në klikime thashë theme, dhe kur doli kjo thash, "Oh, që nga e vërtetë, më bë qefi, shumë bukur." Personalisht nuk i njihja. Jo, nuk i njoh. Thjesht Krenarin para shumë vitesh e kam takuar, kur kam rastisur në një koncert jashtë, dhe nuk njihem personalisht se kem kontakt. Okej. Po ndërkohë neve kemi shumë qef thashë themet, lulet po cilin, vera po vjen, këto çiftet sikur fillojnë dhe bashkohen akoma më shumë me njëri tjetrin. Kemi ndonjë lajm nga këto? Që ose mashkulli nuk ka lekë dhe i paguan femra ose femra nuk kanë kështu. Si bie kjo? Jo, femra zot fusi dorën. Jo, ka që ka femra. Eta për së dyti herë. Është 300 që unë dëgjoj. Dron aty me ndonjë këtë video një aksesor të bukur. Patjetër, zoti. I nderoj unë. Do gjejmë ndonjë gjë tjetër këtu. Çfarë ndrosh? Varet. Jo libri, do ndroj librin si aksesor, do marr një gjë të re. Mbaj njerëzit dhe librin si aksesor në plan. Se di, ja, do ta mendoj, do menduar. Xhani mos më bëj shumë. Do ta marr, do të më arrit koha ajo. Xhani aksesorin tani do ta marr edhe në klub. Ti mirë. Po të marr pak veshun tani për ta çiftet. Do i nderoj mua. Kemi ndonjë çift të ri nga showbizi, ndonjë sekret, ndonjë gjë kështu nga këto që vetëm ti di të na i tregosh? Kush është ndar? Vallai për zotin kjo është pyetje kështu spontane që as po më vjen në mendje ndonjë zura be edhe spontanisht për zotin thash që sinqerisht nuk po më thon të gjithë janë zbuluar, gjithë dijen, gjithë janë marrë vesh, nuk është se ndonjë shkencë edhe një njerëz që nuk e di, po sinqerisht kur ta marr vesh do të më dual shumë video call t'ja u them. Direkt. Sinqerisht po nuk po më vjen ndonjë kështu. Se ti s'e ke kisha thënë, unë klasë direkt. Derisa ta prodh dhe pak vera. Po ndonjë ndarje më vonë. Ndarje s'ka pas? Po ku duhet të shumë qetësi kanë, tani që po mendoj sikur s'kem pasur kështu ndonjë s'ka pas ngacmim. Sigur kanë filluar të fshihen mirë, domethënë. Mora vesh. Domethënë kur po fshihen dhe nga ty, mora vesh në lajme që pash që Xhensila kishte ndryshuar menaxherin që ishte bashkë me Ledrin, një menaxher ka ndryshuar menaxher. Këtë e mora vesh se pash prapë atë pash nga lajmet. Mos është ndarë. Po bëj që është ndarë Ledri ka ndryshuar dhe menaxherin. Se zakonisht kur ndryshojnë menaxher nuk e ndryshojnë kot. Po se theti Xhani. Se besoj që të jenë ndikim që Shiko, Xhani thjesht i epiden. Pastaj jo, e pash në lajme dhe unë nga lajmet bazohem. Ti nuk u shqetësove. Ti që je pikërisht në këtë botë, arsyeja që mund të ndryshojë menaxherin. Në këtë botë jemi të gjithë, Jo, ti je pak më afër. Ti je pak më i afërt me menaxherët, me artistat, me këngëtarët, kështu që e kupton më mirë arsyeën që dikush mund të ndryshojë. Dy fjalë që di, domethënë nga ish menaxheri i Xhensilës di shkaku i distancës që ka qenë që Xhensila jeton në Shqipëri, ai jeton në Kosovë, edhe gjithmonë koha e telefonit është ajo koha e kufizuar që mund të ketë ardhur në këto pika që mund të kenë ndryshuar edhe pjesë menaxhere, por di që marrë shumë të mira. Është arsye edhe për ndarjen në çifte. Nuk e besoj të jetë kjo, sepse ne kemi shumë çifte që janë midis Kosovës dhe Shqipërisë dhe janë prapë çifte dhe vazhdojnë për kohë të gjatë. Kanë marrë reality show shumë.
Nëse vajza edhe Xhani me dëgjoj me vëmendje. Po. Ti je në jug, po ti do kalosh edhe në Shkodër, sepse un kam një lajm shumë të mirë për ju. Soledmet shumë shpejt vjen edhe në Shkodër me shërbime në fizioterapi, estetik mjekësore, distribucion dhe analiza laboratorike. Të gjitha vajza në një vend. Afër jush për çdo nevojë të juajen, Soledmet është kujdesi që ju meritoni. Dhe mund ta gjeni në rrugën Baso Kadia përballë Lulishtes, ngjit me Piano Bar në Shkodër. Kështu që kemi një Soledmet në Tiranë, por do kemi një Soledmet edhe në Shkodër shumë shpejt. Ja këto dy. Ja këto dy. Gjithë dëshirën, domethënë edhe mos dukesh ashtu si një plakaruqe, siç e kisha nxjerr. Vaska të Top Albania. Na, shiko. Me shoqet e fëmirisë. Nuk dua ta shoh veten aty. Nuk të plaka. Do bëjmë një video më të bukur pas pak. Ne largohemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pas pak. Unë thashë se e bën publicitet. Xhani, erdhe ti të marrësh punën.